Policia e qarkut Vlorë ka zbardhur rastin e ndodhur 2 ditë më parë në Vlorë, kur një grua e moshuar, duke ecur në bulevardin kryesor të Vlorës, është penguar gjatë kalimit të rrugës duke u rrëzuar për tokë dhe më pas ka humbur tragjikisht jetën. Gjithashtu, është bërë me dije se është identifikuar edhe viktima dhe gjithashtu mosha e gruas që humbi jetën. Në komunikatën për media përgjatë kësaj të shtune, Policia e qarkut Vlorë bën me dije se specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori për vlerësim, pasi në datën 4/12/2025, si pasojë e erës së fortë që frynte, është rrëzuar duke dëmtuar kokën dhe ka ndëruar jetë shtetësia FA, 82 vjeçe, banuese në Vlorë, duke konfirmuar faktin se shkaktare ka qenë era e fortë e cila ka bërë që të humbas kontrollin dhe shërzuar për tokë. Siç bëhet me dije nga Policia e qarkut Vlorë, bëhet me dije se gjithashtu specialistët për hetimin e narkotikëve në vim të punës për kapjen e shtetasve të shpallur në kërkim, bazuar në informacionet e siguruara, bën të mundur kapjen dhe ndalimin e shtetasit ML 29 vjeç, banues në fshatin Kocul Vlorë, i dënuar me 5 vite burgim nga gjykata e shkallës së parë e jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, nga të cilat i kanë mbetur për të vuajtur edhe 1 vit, 5 muaj e 28 ditë. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materiale në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin KB, 44 vjeç, banues në fshatin Shën Vasil, pasi ndaj tij ka paraqitur kallëzim shtetësia AN, 57 vjeçe, se gjatë një debati me fjalë midis tyre për motive pronësie, ky shtetas e ka kanosur. Materialet i u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.